Në këtë edicion do të ndiqni. Besimtarët musliman sot po festojnë Fitër Bajramin. Manifestimi qendror në Gjakov u mbajt në xhaminë e Hadumagës. Familja Vorfi në ditën e Fitër Bajramit u bë me banesë të re. Kino hyrje Hana me 2 premiera të reja këtë fundjavë. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Besimtarët musliman sot po festojnë Fitër Bajramin. Pas 29 ditësh agjërimi, besimtarët mëngjesin e filluan në xhami me faljen e namazit të Fitër Bajramit, me dëshirën që kjo festë të sjellë harmoni dhe sa më shumë dashuri mes njëri tjetrit. Besimtarët musliman sot po festojnë Fitër Bajramin. Pas 29 ditësh agjërimi gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, mëngjesin e kësaj dite të veçantë nisën në xhaminë e Hadumagës, ku mbajt falja namazit të Fitër Bajramit. Atmosfera festive u shoqërua me urime për paqe, harmoni dhe më shumë dashuri mes njerëzve, duke theksuar rëndësinë e solidaritetit dhe mirëkuptimit në shoqëri. Imam Safet Efendi Hoxha në xhaminë e Hadumagës përcolli mesazhe për të gjithë. Ju uroj të gjithë besimtarët musliman në vendin tonë që të gëzojnë këtë Bajram, të jenë afër familjeve të tyre. Mas pari inshallah i Madhe Zot u ka pranuar dhe adhurimet, ibadetet e tyre gjatë muajit Ramazanit, agjërimin, faljen, sadakan dhe gjitha punët e mira që kanë mundën t'i bënë në atij muaj të shenjtë. Inshallah Zoti i Madh çdo vit e më mirë edhe neve e ndihmon na pret. Padyshim që duhet t'i gëzohemi të arriturave tona që kemi në çdo aspekt, si shoqëri e cila jemi formuar dhe si shtet i ri. Zoti ka dashur që ne vendin tonë normal pas që është çliruar, është formuar dhe shteti, tani po ndërtohet vite më mirë, edhe ne i gëzohemi kësaj, edhe siç e vërejt edhe gjatë ligjërimit kemi prekur disa pika të cilat duhet t'i dinë njerëzit tanë, besimtarët, se afër njëri tjetrit, ndihmën e njëri tjetrit, adhurimin e të Madhit Zot e kemi primare, edhe këtu duhet ne që jemi më të vjetrit, që jemi njerëz të cilët pak a shumë informuar edhe nga gjeneratat e mëhershme, të përcjellni gjeneratave të reja, se dashnia ndaj vendit, puna e mirë, përparimi janë të cilat na mbajnë të fortë afër njëri tjetrit, edhe dojmë andaj edhe festat i festojmë ashtu në standard të mirë të lartë, edhe në afërsinë e familjeve. Urime të gjithëve. Fitër Bajrami simbolizon fundin e sakrificës dhe fillimin e një periudhe gëzimi, duke i afruar njerëzit më shumë me njëri tjetrin. Si gjithmonë edhe sot dyert e Bashkësisë Islame në Gjakov ishin të hapura për të pritur mysafir me rastin e festës së Fitër Bajramit. Përfaqësues të institucioneve, subjekteve politike dhe shoqërisë civile, pas faljes së Bajramit, uruan zyrtarët e Bashkësisë Islame duke përcjellur urimet për paqe dhe dashuri mes njerëzve. Si çdo vit edhe sot dyert e Bashkësisë Islame në Gjakov u hapen për të pritur mysafir me rastin e festës së Fitër Bajramit. Atmosfera festive mlodhi përfaqësues të institucioneve, subjekteve politike dhe shoqërisë civile, të cilët pas faljes së Bajramit vizituan këtë institucion për të përcjellë urimet e tyre. Në këto vizita u theksuar rëndësia kësaj feste si simbol i paqes, solidaritetit dhe dashurisë mes njerëzve, duke uruar që këto vlera të jenë të pranishme gjatë gjithë vitit. Kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame në Gjakov, Valon Myrta, si dhe kryetari i komunës së Gjakovës, Ardian Gjini, përcollën mesazhe urimi për këtë ditë të veçantë. Është ditë shumë e gëzuar, ditë Bajrami, urojmë për gjitha familjet dhe qytetarët e Gjakovës më të mirat urime, që të kenë edhe në zemër, edhe në sofër, edhe në fqinësinë e tyre, sofrën plot edhe shpirtin e fisnikruar. I falenderoj gjithë ata që na kanë uruar. Urimet gjithëve, gëzuar, qofshit gëzume me shëndet, e me sofra plot, që e tha kryetari. Gjakova është shembull i jashtëzakonshëm jo vetëm në Kosovë, po besoj që kudo në botë mund me marrë shembull se qysh ruhet dashnia, harmonia fetare, qysh udhëheqet një komunitet në mënyrë më të bukur të mundshme, jo veç prej politikës, po prej njerëzve të cilët kanë rol të jashtëzakonshëm. Edhe unë sot e kam falenderuar
kryetarin Myrta për rolin e tij të gjithë Këshillit Bashkisë Islame në Gjakov, po dhe gjithë qytetarëve të komunës Gjakovës për një vend të jashtëzakonshëm që e kemi bërë bashkë. Në përmbyllje, u theksua se festa Fitër Bajramit mbetet një moment i rëndësishëm reflektimi dhe afrimi mes njerëzve, duke forcuar lidhjet shoqërore dhe shpirtërore në komunitet. Në ditën e Fitër Bajramit u gëzdua më shumë se asnjëherë tjetër familja Vorfi nga Gjakova. Zyrtarisht kësaj familje ju dorëzuan çelësat e banesës së re me qëllim që të rinisi një jetë të re me një mirëqenie më të mirë e cila ju kishte munguar prej vitesh. Në ditën e Fitër Bajramit, familja Vorfi nga Gjakova përjetoi një moment të veçantë, pasi u bë më banesë të re, duke nisur kështu një jetë më të mirë pas shumë vështirësish. Dorëzimi i çelësave u bë me një atmosferë emocionale, me praninë e kontribuesve dhe përfaqësuesve të ndryshëm, duke dëshmuar solidaritetin në këtë ditë feste. Iniciatori i projektit, drejtori i shkollës Zekria Rexha, Pleurat Rudi, uroi familjen për këtë moment të rëndësishëm. Ky është një fillim i ri për këtë familje. Një fillim i ri, për vetëm në arsye se ne e dimë gjithë në çfarë kushte jo të favorshme ka jetu familja Blerimit bashkë me Blerimin. Dhe njëkohësisht kjo ka bëu që çdo gjë të realizohet për një kohë shumë shkurt, po iniciativa ka qenë ajo e cila është dashur të mirët shumë më moti, për shkak të disa angazhime dhe disa nevojave të tjera që kemi pas, nuk ka arritur të realizohet me kohë. Por tash falë dhe bashkëpunimi që kemi pas edhe me shoqatën Bereqeti, me Hoxhën Avdramon Bejtullahu, po edhe me prindit e shkollës Zekria Rexha, me miq, po njëkohësisht edhe me komunën e Gjakovës, kemi arrit që në kohë rekord ta realizojmë këtë iniciativë humanitare për blerjen e banesës së Blerim Vorfit bashkë me familjen e tij. Kryetari i shoqatës Bereqeti Dega Gjakov, Abdurrahman Bejtullahu, falenderoi të gjithë donatorët. Sot kemi dy festa por Fitër Bajramit, që përmes të dëgjoj të uroj dhe të njëjtën kohë gëzimin që kemi festën veti, dorëzimin e çelësave të familje Blerim Vorfit 7 anëtarësh. Është banesa e tretë në vitin 2026, shoqata Bereqeti që dorëzon çelësat, fal banesave dhe donatorëve që kemi nga vendi dhe nga diaspora. Do të falenderoj drejtorin e shkollës me stafin që ka me prindit më nxënës, se na kanë bërë një krah të mirë. Biznesën nga Gjakova, çdo banesë që jeton jashtë dhe brenda Kosovës, që për një kohë rekord 20 ditë është arrit shumë 40 mijë. Në këtë ngjarje mori pjesë edhe kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës në Gjakov, Valon Myrta. Gjithë kjo është vetëm një dhuratë modeste, i lutem ta pranoni me zemërgjërsi, por ajo dëshira ime gjithmonë është që ta gëzoni me shëndet. Mes emocionesh, Blerim Vorfi falenderoi të gjithë për ndihmën. Faleminderit popullit. Faleminderit mas po iniciativën drejtori edhe Hoxhës Abdurrahman për gjithë çka kanë bërë për mua. Inshallah i madhe i Zoti është për blen më të mirë. O kënaqësi shumë e madhe. Ky gest në ditë feste sjell shpresë dhe një fillim të ri për familjen Vorfi. Ura në fshatin Bërdosan është kthyer në një pikë problematike për shkak të grumbullimit të madh të mbeturinave, duke krijuar një situatë shqetësuese si për banorët ashtu edhe për mjedisin. Kjo gjendje kërkon ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet përgjegjëse, si dhe rritje të ndërgjegjësimit të qytetarët për ruajtjen e pastërtisë dhe mbrojtjen e mjedisit. Kështu shprehën prapa kamerës së syrit disa nga banorët që takuam atje. Kur vetëm edhe 2 ditë na ndajnë nga stina e pranverës, kohë kur ambienti duhet të marrë një pamje krejt ndryshe, në fshatin Bërdosan, saktësisht në lokacionin në afërsi të Urës, vrehen sasi të mëdha mbeturinash të hedhura pa kontroll. Në mesin e tyre ka materiale të ndryshme inerte dhe mbetje të tjera të përmasave të ndryshme, të cilat po ndotin zonën përreth. Kjo gjendje jo vetëm që dëmton pamjen e mjedisit, por gjithashtu paraqet rrezik për shëndetin e banorëve dhe për rrjedhjen e ujit pranë Urës. Pavarësisht përpjekjeve të ndryshme për ngritje të vetdijes institucionale, por edhe kolektive, kjo zonë e banuar sot është në këtë gjendje dhe banorët rezident të fshatit kërkojnë ndërhyrje urgjente nga institucionet përkatëse për pastrimin e zonës dhe parandalimin e ndotjeve të tilla në të ardhmen.
Disa shërbime në spitalin Nisa Grezda në Gjakov kanë shënuar ulje të çmimit me qëllim që të krijohen sa më shumë lehtësira për gjithë komunitetin që merr shërbime nga spitali i qytetit. Kështu vlerëson drejtori Hilmi Shala. Ndjekim kronikën për të kuptuar se për cilat shërbime bëhet fjalë. Në spitalin e përgjithshëm Nisa Grezda në Gjakov së fundmi janë zbritur çmimet të disa shërbimeve shëndetësore, me qëllim që kostoja e trajtimit të pacientit të jetë sa më e ulët. Kështu bëri të ditur drejtori i spitalit Hilmi Shala. Vlen të theksohet se shumica e shërbimeve shëndetësore janë ulë. CT-ja ka qenë 20 euro, tash është 15, mjera ka qenë, pra rezonanca magnetike ka qenë 25, tani është 20, gastroskopi, kolonoskopi ka qenë nga 10 euro me vëzimin e vjetër, ndash tani janë nga 5 euro. Pra janë fakte këto që ne duhet i potencojmë të publiki, jo të potencohet vetëm shoqërimi e pagesa shoqëruese të pacientëve në spital. Kujtojmë se para disa javësh në spitalin e Gjakovës është funksionalizuar pagesa në vlerë prej 3 eurosh për shoqëruesit e pacientëve, por edhe në këtë pjesë, shoqëruesit janë të ndarë sipas disa kategorive. Kjo pasi përmes këtyre politikave po synohet në përmirësimin e shërbimeve dhe bashkëpunimit të gjithë atyre që marrin shërbime nga spitali i Gjakovës. Në ditën botërore të shëndetit oral, gjithmonë theksohet rëndësia kujdesit të përditshëm për shëndetin e gojës, si pjesë thelbësore e mirëqenies së përgjithshme. Një higjiene mirë orale, jo vetëm që siguron buzëqeshje të shëndetshme, por ndikon edhe në shëndetin e përgjithshëm të trupit, duke ulur rrezikun e infeksioneve dhe komplikimeve të tjera. Kjo është thirrja e profesionistëve shëndetësor të fushës së stomatologjisë në ditën botërore të shëndetit oral. 20 marsi shënon ditën e shëndetit oral, ku Federata Ndërkombëtare e Stomatologjisë ka vendosur që kjo ditë shënohet me moton një gojë e lumtur, një trup i lumtur. Kështu shpreh stomatologja Zana Pozhegu Juniku. 20 marsi është dita ndërkombëtare e shëndetit oral. Federata Ndërkombëtare e Stomatologjisë, FDI-ja, ka vendosur këtë vit moton një gojë e lumtur, një trup i lumtur. Kjo përket me shëndetin oral si pjesë e shëndetit fizik dhe mendor në tërësi. Sepse me shëndetin e plotë të gojës, ne kemi një cilësi të mirë të jetës. Tutje stomatologja Pozhegu Juniku ka shtuar se dhëmbët duhet të mirëmbahen vazhdimisht, duke ndarë edhe këshilla se si duhet kujdesur për shëndetin oral. Ne asnjëherë nuk duhet të harrojmë që dhëmbët janë pjesë e jona, duhet të mirëmbahen vazhdimisht. Domethënë dhëmbët duhet të lahen çdo herë pas ushqimit, në mbrëmje gjithmonë para se ne të flem. Larja, higjiena e gojës nuk përfundon vetëm me larjen e dhëmbëve. Përveç larjes së dhëmbëve, ne kemi edhe pastrimin me penë detor, që tash i quajmë floss dhëmbët, të cilat e pastrojnë pjesën më të madhe të hapësirave ndërmjet të dhëmbëve. Përveç kësaj, mase mund të përdorim edhe substancat e tjera, të cilat mund të dezinfektojnë gojën. Stomatologja Pozhegu Juniku ka bërë të ditur se me zhvillimin e teknologjisë, shkenca ka evoluar edhe më shumë dhe tashmë përmes pajisjeve më të sofistikuara, jepen rezultate më të mira. Me zhvillimin e teknologjisë, normalisht që ka ndryshuar edhe, ka evoluar edhe shkenca jonë, përpara shumë gjëra janë bërë me manuale, me dorë, ndërsa sot përmes instrumenteve që kena elektronike, janë shumë atë sofistikune dhe normal që kemi punë dhe rezultate shumë të mira. Doktoresha stomatologe Zana Pozhegu Juniku këshilloi të gjithë që të mos harrojnë kujdesin ndaj dhëmbëve sepse janë pjesë e shëndetit tonë. Edhe kjo fundjavë në kino Hyrje Hana do të jetë rezervuar me premiera filmash të zgjedhur në hap me trendet e kinematografisë botërore. Disa filma janë listuar në oraret e kësaj jave, të cilët tashmë vetë janë bërë edhe publik në faqen zyrtare të kinos, me qëllim që numri i filmdashësve të jetë sa më i madh.
Kino Hyriehana, duke qëndruar në sinkron me kinematografit botërore, çdo javë kujdeset të sjell për adhuruesit e botës së filmit, premiera e filma nga më të shikuarit ndërkombëtarisht. Këtë javë do të shfaqen 2 premiera, Project Hail Mary dhe Scary Girl, si dhe nuk do të mungojë rikthimi i filmit të shumë kërkuar, The Lord of Rings: The Return of the King. E premta fillon me shfaqjen e filmit Loja e fundit në ora 18 dhe përmbyllet me premierën Project Hail Mary në ora 20. Dita e shtunë do të ketë një repertuar të gjerë të shfaqjes së filmave, duke filluar në orën 13 me premierën Scary Girl, për të vazhduar pastaj me filmin Reminders of Him në ora 15, filmin Project Hail Mary në ora 17 dhe përmbyllet dita me rikthimin e filmit The Lord of Rings: The Return of the King në ora 19:30. Ndërkaq sa i përket ditës së diel, nuk do të mungojnë zhanre të ndryshme të filmave që do të shfaqen, duke filluar me filmin Hoppers në ora 13, për të vazhduar me filmin Scary Girl në ora 16, Loja e fundit në ora 17:30 dhe java përmbyllet me filmin Project Hail Mary në ora 20. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Besimtarët musliman sot po festojnë Fitr Bajramin. Manifestimi qendror në Xhakov u mbajt në xhaminë e Hadumagës. Familja Vorfi në ditën e Fitr Bajramit u bë me banesë të re. Kino Hyriehana me 2 premiera të reja këtë fundjavë. Këtu po e përmbyllim këtë edicion qendror të lajmeve. Ju falenderojmë për vëmendjen dhe vazhdoni të qëndroni me ne, duke na ndjekur përmes ekranit ose përmes llogarive tona në rrjetet sociale. Mirëmbëjtje.